E të dashur miq, u rikthyem për të vazhduar me mysafirin e parë për ditën e sotshme. Unë të ftuar kam një këngëtare mjaft të njohur jo vetëm për vendin tonë, por për gjithë shqiptarët anë mba në botë. Bëhet fjalë për Adnan Dacin dhe studio e emisionit tonë është për ju, jo skena, po studio. Faleminderit shumë. Është kënaqësi të kemi të ftuar sot. Përshëndetje Semra. Përshëndetje. Është kënaqësi gjithmonë në emisionin tonë. Është kënaqësi edhe për mua, mund të ulesh aty, sepse shumë më bukur të shoh, po edhe ti she edhe kamerën edhe më bukur në atë mënyrë. Vikendet, unë e di që ju vetëm java, se ju si vikend, si javë e keni njëjtë. Si të gjejmë këtë vikend ty? Po zakonisht vikendet pak më shumë tash kur është sezoni normal. Flas për sezonën. Po për sezonin s'kemi vikend, jemi të zonën gjatë tërë javës, kështu që ndërsa këto muaj tjerë zakonisht vikendin e kemi të zonën, e ditët tjera jemi më të lirë. Po kur them më të lirë nuk do të thotë që non stop jemi të lirë, për shkak se normal edhe punojmë për aktivitete, për projekte të reja, mendojmë çka qysh për më tutje. E di edhe besoj këtë edhe pse nuk ndaleni fare. Sezona po fillon apo jo? Po, ngadal. Ngadal, keni filluar? Po tash muajin prill, domethënë edhe maj, si zakonisht kështu gjatë vikendeve kemi pas dasma. Po ende kështu s'kemi fillu kështu më intenzivisht, si them, atëherë ka mesi i korikut, zakonisht fillojmë prej 15 korik, deri ka fundi i gushtit. Do me thënë, i përbëheni gati shumë bukur për këtë sezon. I nxejmë si ato sportistat, a din muskujt para lojës. Po më tregoni, keni diçka, ndonjë ritual që e bëni para sezonës? Ja, jo, zakonisht jo. Vetëm, më thonë, na pak që jemi këngëtar pak ma me përvoj, i kemi do metoda pak, në fillim është, sikur aeroplani kur fluturon, thojnë është në rrezik në fillim. Fillim, edhe në zbritje. Edhe ka fundi. Edhe na duhet me pas pak parasysh dëgjona, pak fillim sezonës, mos mi dhonë shumë më ditë. Sa nxejën tenat e zonit, se edhe ato janë organ, dhe me thonë, si kur muskujt para lojës dojnë pak nxemje. Po. Edhe tenat e zonit pak duhet, mos mi dhonë pak shumë ngarkesë në fillim. E kur të nxejnë atë, pastaj këndos sa dush, s'ka problem. E kuptoj plotësisht. Edhe pastaj përfundimin kujdeseni që se jeni lodhur shumë, që mos të përfundoni shumë shpejt, edhe ta përfundoni avash. Po, zakonisht pak është problem edhe gjumi, normal, nuk është vetëm këndimi, po gjumi, pak duhet me pas kujdes edhe mos më ufto, se zakonisht e dinte na si janë këto klimat shumë e sakt. Frin për mi kryo, po kupton, ti e djersosh tu këndu normal edhe nxehtë është koha. E duhet pak mi pas kujdes do gjona. Ju ftoheni për gjonat në përdarshme, neve shkojmë në një event brenda sezonit dhe nga klimat ftohemi, do me thonë për juve është edhe ma rrezik kjo pjesa. Ose i shoh shpesh dasmort, a i ka për shembull atë darsëm e ka, edhe mrena 2-3 ditëve është lodh. Edhe kur vjen darsëm, Adnan, a di, do më tregu diçka, edhe unë i thamë, mirë be, a ti ke këndua une. Është interesant. Po ti e mësu, dhe. Po, shife me të vërtet është kjo ashtu, sepse zëri ytë më vetë se është mësuar. Po. është kjo sport, kjo është sport i yte. Po, është pak, dhe i sa t'ja mori. Që është i përgaditon për sezonën dhe e duron fort. Po mundohemi, po. Na ka rujtë zote deri tash, po. Se mi korritë, se është problem pak. Adnan, unë do dua të flasë për ty, e mban me ditën e parë në skenë? Të kthehemi mbas. Gjithmonë flasim për projekte ka kohë të gjatë s'kemi folur për ditën e parë të ndë në skenë. Ditën e parë. Sa vjeçar ishe? Po, unë kam fillu si në gjimnaz, do me thonë si shkollë mesme i ri shumë. Ndoshta 7-18 vjetë. Derisa pak u inkuadrova pastaj këto shoqëni tona kulturore artistike. Po dikush edhe prej fillimit ma nuk është kështu, është ma i rrafsh. Unë pak fillim kam qenë pak si e kam pas një farë si trem fillim, adin. Po me kalimin e kohës. E mban me ditën e parë? Apo nuk të kujtohet? Po... Ose cili është momenti i parë që të kujtohet në skenë, në gjitjes tënde në skenë? Unë pa ta fillu
semra këtu në gjimnaz, dhe më thonë, Zelvëshmark. Okej. Kështu si pak Si ma nxans, amatorë. keni pas organizime shkollore? Po, organizimet shkollore, aty që Okej. bëshin manifestime, festat ndryshme. Edhe në erdhë një ftesë me shku, dhe më thonë, gjimnaze jonë, shkolla, e bëjke një farë, se di që farë feste ka qenë, të do ushtarë, me një kazermë këtu në Shkup. E me shku na me harmonik, me sti që ka pas një instrument me ritëm, edhe unë me këndu. Ishin kretë ushtarë. Edhe më merdh pak si, edhin, hera e parë, dhe më thonë, kishte atë zërimin aty, edhe kur ja fillova, bo një farë atmosfere, thash, shuj, thash, unë thasha mos po më rejnë, edhin. Po u bo një atmosfere mirë, që ajo ka qenë, dhe më thonë, pastaj si tash unë ka drova në shëqni, pastaj fillon kështu pak në për koncerte, e ndarës, ma pastaj kështu me ra. E mendoje që atë herë do arije këtu ku je? Asnjëherë. Cilat kanë qenë përshtypjet e tua të para? Do t'jetë punë primare, dhe më thonë, apo si të them, punë që ndoshta edhe do të ekzistoj për kësaj, për këtij profesioni. Se ke menduar? Që do t'jetë biznes do të bëhet për mua, po kupton? E kam fillu vetëm thjesht prej dashnisë që e kum pas ndaj muzikës, që si fëmijë kum, a dim se ato kanë njerë lind njeriu për një diçka, po kupton? Unë jo që po them ku më arrit shumë, po e kam fjallën se merakën e kum pas prej fëmijë, kur i ndigjohesha këngëtarët më të vjetër, që aty risha te përpara ishin ato kasetat, kastafoni, me orë i ndigjohesha. E ka pas edhe ato ploçat që ishin përpara gramafonit e merakë e kum pas qish fëmijë, qështu, gradualisht. Ke pasur rast gjatë gjithë këtyre viteve që ke thënë mjaft më, nuk do e vazhdoj muzikën, do e lë? Po, ndoshta ka pas edhe si momente, ka ndonjëherë kur... Je dorëzuar, je lodhur? Jo, që jam dorëzu, po normal si pak më i ri kur kam qenë, nuk ishe gjanat si kur tash, për shembull, që je ma i pekur, isha ma në moshë 3 dhe normal ka ndonjëherë i mbershin dhe këngë të mia, edhe për atin e këngëve bëshin hite, po ne mën tjetër kujtë, për shembull ka qenë kënga ime, e bëj këtë tjetër kush hit, unë nervozojsha, thësha s'knojma, se prej vitit 2005 të dikun kena fillu me videoklipe. E atëherë ja fillova unë thësha e keqe e mirë për sot, ka mu di që është kënga ime, po kupton, se përpara s'ishin videoklipit, ishin vetëm u njifshe në përmjet audios. Po. E ke këndu një këngë ka qenë hit, po vetëm kush e këndan atë në ndatë, si e ke qenë i njoftën në përmjet audios, apo thënë. Po. Ka dhe njerë i mirshin këngët, nuk e dishin e kujtosh kënga, e kënon tjetër kush shkësha në Kosovë, thëshin kjo është e filan këngëtarit, une shembull i kisha 2 vjetë që e kënesha atë këngë, të më thëshin është e filan këngëtarit, që ishbe këngën teme, qashtu, ka njerë u dëshprojsha edhin, po nuk banë mund dalë asë njerë, dhe më thonë, gjithmonë do të me këshirë për para, se çdo puni ka ato vështirësitë e veta. Jo vetëm muzika, në çdo aspekt tjetër, çdo profesion. Fillimet janë gjithmonë të vështira në çdo profesion. Po, e vërtetë është shumë. E përmend edhe vetë që në fillim kanë qenë vetëm me audio, nuk kanë mundur ta dinë edhe kush është, ta shohin me fytyrë, tani më kanë ndryshuar gjithçka. Po. Tani edhe mos të jesh këngëtar vetëm nëse ke talent, njerëz të bukur, menjëherë kuptojnë nëpërmjet rrjeteve sociale që ke zë të bukur. Është shumë ma lehtë tash me depërtu si këngëtar. Po, si e kishe komentuar ti këtë zhvillimin e këtij tregu që nga fillimet e tua deri më tani, cila periudhë kohore më së shumti të pëlqen ty? Kjo e sodit ose? Po, normalisht tash është ma lehtë, domethënë, jo vetëm për ata më të rit, e kanë ma lehtë me depërtu, po nga ana tjetër që ka atë mbrapa vinë, ka njën është ma lehtë, po nga njën i ka dhe ato probleme tjera. Në atë kohë, ndoshta ka qenë ma problem me depërtu, po kanë qenë këngëtarë të ngishta, shemull, o ditë kush ka këndu. Po. Në Maqedonia, në Kosovë, në Shqipëni, kanë qenë shumë pak këngëtarë, për vitet e 90 po flasim. E tash,
është ndoshta ma lehtë nëpërmjet rrjeteve sociale të shfaqesh ti, po të avansosh ti, tregojsh ato, po them, profesionin që, po mendoj, zanin apo talentin tënd ta shprehësh ma lehtë, është mirë, po nga ana tjetër edhe ka shumë artist tash, shumë këngëtar, shumë janë bë, më thonë ndoshta me mira janë bë, po kupton edhe pak edhe ajo ka të vështirësinë e vet që ndoshta mund të reklamosh, po nga ana tjetër edhe njerëzit janë shumë të ngarkuar nga ana tjetër. Edhe nuk di, ndoshta edhe pak mi dallu vlerat, antivlerat e kështu. Po mendoj se prap kisha thonë ndoshta ma mirë është kjo tash kjo kosa sa. A mendon që kjo periudhë shumë lehtë mund të depërtosh, por edhe shumë lehtë mund të biesh? Shpejt depërton edhe shpejt zhdukësh. A mendon që kjo periudhë është kështu, apo ka qenë gjithmonë? Po. Si e komenton? Nuk e di përbes. Këtë ndoshta varet kanë herë edhe prej fatit. Apo? Po, nga njëherë te populli mund të depërtosh shpejt, po që thej edhe ti e përmende mundet edhe shpejt të harosh. Kështu që unë për vete gjitharë kam pas qef me pas një mes, mës me shku shumë lartë, po edhe mës me ra shumë poshtë, si dhe në mesi i artë. Definitivt, është me e bukura. Që kryesore vetëm nuk duhet mu ndalë, jo të dërzohesh. Pa tjetër duhet me qenë aktiv, me punu, me bo punë kualitative, projekte të mira, me një mesazh të mirë. Unë për vete gjithmonë jam munduar, sidomos të 20 vitet e fundit, ato që kanë pas rastin me bashkëpunu me mu e kanë ditë se jam përkushtu, kështu do më thonë pak ma shumë duke fillu prej vijës melodike, tekstit, e videoklipit, e interpretimit. S'kam pas qef dhe më thonë, veç me e bo një këngë, ajtë sa për sy e faqe, din. Kom pas dëshirë dhe më thonë, mas pari ta pëlqej unë, edhe më ndaj t'ja bëj krejt ato adetet që i takoj një këngë, e pastaj sa e ka fatin, sa është të shkrume me ec apo nuk ec, gjithmonë ja kam lënë publikut, por mendoj se bash dje pa ta rastin i bona një shkëputje dikun, ndoshta s'di sa këngë prej vitit 2005 deri tash 2025, një farë rrugtimi që i kumë bon, ndoshta disa projekte, i bona me një video me 3 minuta, kështu shkurt. Edhe po që shumë projekte kisha bo, edhe po ta shumë mesazhet mira prej ata që kam pas rastin me rrugtu bashkë me mu këto vite. Edhe mendoj se i kumë bo projektet e mira. Edhe me të vërtet janë projekte të pavdekshme. Neve dhe kur të paralajmëruam ty në fillim, kolegu po thotë, unë tash nuk po prezantoj emra sepse po na presin mysafirët, ai tha vetëm do të tregoj një titull, Ani shko, është një këngë që me të vërtet nuk vdes kur, që unë nuk mundem sot të të lëshoj nga kjo studio pa e kënduar s'paku vetëm refrenin e kësaj këngë, sepse është favorite imja. Po? Po. Se kum ditë se emra. Është një këngë me të vërtet që e lëshoj në shumë të në rasteve kur jam duke dëgjuar këngën e shtëpi. Mu kjo këngë dhe më thonë, ishte në vitin 2005-2006 aty, ka fundi vitit 2005, kjo që e ceka pak ma herët dhe më thonë kur fillun këto videoklipet, se unë dhe më thonë e ceka që kam pas këngë edhe tjera dhe para videoklipeve dhe më thonë, po ato fillimet e para që ishin, këtë këngë e realizova, pastaj fillova me këto duete që i kisha me të utën, atë s'munde me nda, lindëm nana edhe njerë kanë qenë edhe ato duetet. Këngë të mrekullueshme. Po, vazhdojnë pastaj. Që ndëgjohen ende, ndëgjohen. Janë këngë që ndëgjohen ende. Po, kanë qenë kualitet, për atë i kemi bon kështu me një mesazh të mirë kualitet edhe ato nuk harohen asnjëherë. Patjetër. A do në refrenin me kënu apo fillimin e strofës? Cëllën po do në semër? Ajtë filloja prej të Ani shko. Ani shko e pa mu jeto, sa t'kam dasht kujt mos i trego,
kur t'kalosh pran varit tim, e fort qëndro. A të vazhdoj, ala? Kisha darë dëri në fund këngën me vazhdo. Ani shko e pa mu jeto, sa t'kam dasht kujt mos i trego, kur t'kalosh pran varit tim, e fort qëndro. Kur t'kalosh pran varit tim, e fort qëndro. Faleminderit. Kjo këngë është një këngë me të vërtet shumë e bukur prej gjitha këngëve që ke, është njëra prej këngëve që unë e përgjith si njëra prej këngëve më të bukura. Po, zakonisht më varë këtë Kur e realizohet këtë këngë? Vetën në atë tekst apo në atë moment tjetës, në atë periudhë tjetër. Mua më pëlqejnë baladat. Unë nuk bazohem në tekst. Se zakonisht, shembull, më falë që për ndërpresem, dikush, këm pas rastin jam taku, këm shku dikun në diaspora, kur më takon Adnan, kongën, mos më që të falja, këti kitë mira, po që ta, e di shembull. Sepse ato janë në diaspor dhe e kanë marrë shumë personale. Po, ose në kongë, para Zotit ke medalë. Po, edhe ajo shumë bukur. Dhe me thonë, unë jam mundu me i bo kretë mira, po dikush më varet ku e prek tekstit dikan, apo në i periudhe jetës që doke se për ty është krujt në i kam. Shumë e vërtet, ka shumë raste. Mua më pëlqejnë baladat. Unë zakonisht nuk është që fokusohem shumë në tekst, sa më pëlqejnë baladat. Thjesht nëse më pëlqen se si po shkon kënga, dhe kjo është një prej këngëve nuk ka të bëj fare fakti tekstit, mirë po është një këngë shumë e bukur. E mirë është. Është këngë e mirë. Është kvalitet. Gjithë këto këngë që ke shkruar, gjithë këto projekte që ke realizuar, ka ndonjë këngë që të përshkruan ty personalisht? Jo, përbes. Jo. Nuk kam Ke menduar ndonjëherë të realizosh një këngë për ty? Për veten tënde, për jetën tënde, ose për dashurinë e jetës tënde, nuk e di, diçka të tillë, për familjen tënde? E kam një këngë kështu që e kumbo për bashortën, shembull. Ajo ka qenë ideja e tekstshkruesit edhe kompozitorit. Do me thonë, ai më tha, Adnan tha, i ki këndu dashurisë ta vite me radha. Pse s'pe e ban tha një këngë për bashortën? Thash, e di se kemi na shqiptarët, lebe, thash me bashortën, thash e din. Po qysh be tha, se meriton tha, jo për shembull. Për sakrificet që ka bërë tërë këto vite që të ka suportuar në profesionin tënd. Edhe më pëlqej ideja, po pastaj normalisht ajo nuk personalizohet, apo kupton, ajo si cili e gjon vetën. Kështu që për vete, semra s'kum mendu, ndoshta ma mirë me lanë kur të vdes, dikush e ban mas ma shkru në i këngë. Okej, është interesante. Mirë, po cila është kënga jute që të pëlqen? Do ta kam parasysh këtë. Cila është kënga jute që të pëlqen më së shumti prej gjithë këngëve? Që të më ke ngushtu, s'po di përbes. Shumica thonë këngët prej artistëve, sa mund është t'i ndash gishtat, ashtu i ndaj edhe këngët, po për të vlenë njëjta kjo? Po ja, i kam, gjitha janë të bukura. Kam edhe disa këngë ndoshta që s'm pëlqejnë fort, po normal, s'mund është ti gjithmonë. Ke ndonjë këngë që ke fshin nga YouTube? Jo, nuk kam. Nuk kam, po nuk mund është gjithmonë me pas, me bo bum me çdo këngë, apo kupton? Natyrisht. Ka njerë s'ne godit, apo kupton? Me vërtet. Po megjithatë, duhet më mundu me i bë të mira. Patjetër. Më trego ky sezon, do të gjej në Shkup ose ku më së shumti? Këtë sezon, si edhe sezona tjera, do më thonë, kemi gjithandej ku janë shqiptarët. Duke fillu për Shkupit tim këtu, Tetov, Gostivar, kam shumë darsma, edhe gjithashtu në Kosovë, në Kumanov, edhe në Bujanovës më të rasin shpesh andej ka Lugina, po edhe shkaku i kufinit pak nuk mujt t'ja lejoj vetës shumë medalë andej, se po në shtynë pastaj pas darsmës me prit në kufi, si kur me qenë gurbetçara, po thëmë se ai policia nuk e din se ti a kthehesh pe darsma, a kthehesh pe gurbeti, apo nuk ka klasifikime të na. Kështu që pak i iki andej, në Kosovë nuk ka që problem, se zakonisht natën ku kthehemi pe darsma nuk ka njerëz, nuk ka dhe kalim letë. Edhe kaloni më lehtë. Po. Cili është qyteti që ashtu e ndjem veten shumë ngrohtë kur performon në përdarsma? Përbes të krejt ndihem mirë. Ata që më ftojnë mu, shembull, kam respekt shumë se, si që thash, ja sot ke këngëtar shumë, ose kur, mirë po është
më vërtet e ndjej një respekt edhe një përgjegjësi edhe e ndjej një ngrohtësi, domethënë, te krejt qytetet ku shkoj. Me shkuarjen në Darsën, domethënë, në atë familje ndihem mirë te krejt. Patjetër, ndjehesh i vlerësuar momentin kur të ftojnë një ditë të veçantë të tyre. Po, është momenti, një ditë më e veçantë e jetës, edhe kur ndahen ato emocione është kënaqësi, domethënë. Të ka ndodhur ta harrosh datën? Ja, çati ja se kam pak frikë është, a din si më thonë se është ditë e shenjtë, a din edhe zakonisht mundohemi... Po jemi njerëz, është diçka që ndonjëherë mundet të ndodhë, për kaq vite ka sado që ti mundohesh mos të harrosh ose mos bësh ndonjë gabim, po vetëm Zoti është i pagabueshëm. Mund të ndodhur ta anulosh dashmen për probleme shëndetësore? Jo, semra, deri sot për fat të Zotit. Domethënë deri tash s'm ka ndodhur. Ndoshta kemi pas ndonjë problem shëndetësor vogël shembull, a dini, jo krija, jo ku e diunë. Po, okay. Po kështu bashkë mes me mujt. Shqyqër Zotit deri tash. Është interesante kur ndëgjoj shembull thonë shumica që ditën e dasht mos anullojnë vetë çiftet, sepse vendosin të ndahen. Ke rastis në ndonjë çift të tillë? Po, kam pas rast, domethënë. Si është ndjenja në këtë rast? Po, nuk të vjen mirë normalisht, pari që e ndjen atë lajm, në momentin që e ndjen nuk të vjen mirë. Pastaj normalisht edhe ato raste ndodhin, nuk mund të ikësh, por nuk janë vetëm ndarje. Ndodhe më e keqja që është edhe ka rast vdekje sena din. Se tash po pazarohen herët, apo kupton, që tash kam rastin një 2-3 darës më që janë 2027 janë pazaruar. Prej tash domethënë na jemi njerëz apo çka s'ndodh deri atëherë. Shumë e vërtetë, shumë. Sidomos ta gurbetçart kanë qef, domethënë më orë tash e rezervon restoranin, këngëtarin edhe mos zëm ja bëjt gale. Po prapse njeriu i bën planet, po derisa të vjen momenti. Nuk i diet asgjë. Po inshallah i ruan Zoti edhe ata darsmor që na thrasin edhe na ta kemi shëndetin. Shumë e vërtetë. Po më trego, presim ndonjë projekt të ri nga këtë periudhë, këtë sezon? Po unë tash sa kisha rastin domethënë para se disa i ka ndoshta 4-5 ditë. Jo, pas ka ndikon një 10 ditë as di që promovova tash projektin e fundit. Po. Një këngë për që është dedikuar nusës domethënë për atë ditë që nusja del në Darsëm edhe është momenti më i veçantë. Edhe realizova një këngë të bukur, po tash për momentin... Do të kemi mundësi ta ndëgjojmë patjetër me njëherë mbas bisedës këtë këngë. Po, faleminderit. Edhe mendoj se realizova në mënyrën më të mirë, për shoh që po pëlqejet për njerëzve. Dhe është një këngë fiks për këtë sezon, që do të mund ta shfrytëzosh gjatë verës. Ashtu edhe kam planifikuar, domethënë. Po na kemi disa stile, domethënë, duhet mendojmë shumë. Një këngë kështu pak më ritmike për rini, për këngë për nuse, jo sofra, jo balada, jo... Duhet shumë... Ka shumë stile tash janë bërë, domethënë shumë zhanre. Po mundohemi që të bëhen më mirë. Po tash sa e kemi suksesin, do t'ja lëm kohës. Patjetër. Dhe me këtë sezon përfundove me këtë pikë muzikore tani i përkushtohesh sezonës? Jo, tash e kam edhe muajin e 6 pak kemi kohë më të lirë, ndoshta... Edhe atëherë do të vjen ndonjë surprizë interesante. Po do të kemi edhe një bashkëpunim, dhe një projekt të ri. Shumë bukur. Bashkëpunimet janë të bukura dhe interesante. Po, kur ta realizojës, do të tregoj semra, po do të më shohësh ndoshta. Patjetër. Rrjetet sociale. Tani rrjetet sociale e bëjnë shumë më Taksirat lehtë. marrë edhe njerë misafir. Pse jo, për mua është kënaqësi, promovimet për këngëtarët tanë të vendit tonë janë është kënaqësi për neve. Neve kemi nevojë për juve, emisionet kanë nevojë për artistë si ju, kështu që neve gjithmonë jemi të për privilegjuar. emisionet e tuaja të mrekullueshme. Gjithmonë jemi me shumë kënaqësi vim në emisionin tonë.
Faleminderit shumë, është nacia dhe imja që jeni gjithmonë transparent, ka ndodhur edhe gjatë sezonit, nuk më keni anuluar dhe keni qenë pjesë e emisionit tim dhe unë jam falemnderuese edhe për juve, edhe nga ana juve. Faleminderit shumë, faleminderit. Unë e di që e ke kohën aq shumë të ngarkuar dhe ti ndave kohë të ishe pjesë e emisionit tonë, neve biseduam pak a shumë për ty, për sezonën si po fillon dhe unë po shpresoj që të takohemi në një të ardhme shumë të shpejtë për projektin më të ri. Unë falemnderoj shumë që ishe pjesë e emisionit tonë dhe shpresoj të takohemi sërish e neve duke përfunduar ndëgjojmë edhe projektin më të ri nga Adnani. Faleminderit shumë.